Vazhdojmë me të ftuarin në studio Dorian Potka në këtë pjesë tretë informative të huaj mirëmëngjesit, përfaqësuesi i arteve marciale në qarkun e Korçës. E kemi pasur dhe herë tjetër të ftuar në emision, kemi folur që prej fillimeve të tij me artet marciale, që prej hapjes së palestrës së tij, por tashmë ka ardhur me shumë ndryshime në studion e huaj mirëmëngjesit Doriani. Mirëmëngjesi, mirë se na erdhe. Mirë se na erdhe. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Më vjen mirë që vjen me lajme të mira pasi ka hapur tashmë një palestër të re me kushte krejt ndryshe nga ajo më parshmja, duke ofruar më shumë mundësi për gjithë ata që zgjedhin artet marciale ose le të themi disiplinat sportive që ti ke mundësi të trajnosh me të gjitha grup moshat. Po, Akademia Arteve Marciale ka ambientin e saj tani. Prej 6 muajsh. Prej 6 muajsh. Prej 6 muajsh ka ambientin e saj me kushte më të mira se që kemi pasur. Një sallë më e madhe, me shumë hapësirë. Madje kemi edhe disa foto për ta treguar më qartë. Si u mundsua kjo palestër e re për Akademinë e Arteve Marciale? Vitet na kanë bërë që të frymëzohemi një herë para në punë dhe sigurisht pjesëmarrja e sportistëve të lartë na ka bërë që të kërkojmë një ambient ta kemi tonin dhe pse jo më të madh. Pra ishte e nevojshme, edhe hapësira, edhe pjesa e nivelit të gjithçkaje që ofronte palestra. Po. Ja ku e kemi edhe pjesën e palestrës, kjo është dita e përurimit? Po, dita e inaugurimit. Po. Palestrës. Pas ka një hapësirë vërtet shumë të madhe, ëh? Po, edhe me mjete të nevojshme dhe profesionale, domethënë që i nevojiten sporteve luftarake. Ishte ndjeje një domosdoshmëri, krijimin e një hapësire më të madhe dhe mbi të gjitha edhe të elementeve që janë shumë të rëndësishëm për pjesën e stërvitjes, ëh? Po, patjetër. Mjetet Ishin të nevojshme për të ushtruar disiplinat sportive luftarake. Si u prit kjo nga ata që tashmë janë duke u trajnuar, duke u stërvitur në këtë palestër? Ata sportistë besoj ke marrë përgëzime të mëdha në lidhje me këtë, ëh? Patjetër, kur ju ra në vesh sportistëve që do hapet një palestër e re, prove kur do hapet, s'na durohet sa të shkojmë aty. Dhe sigurisht kemi pasur edhe prurje të reja, sepse bëri një bujë, domethënë pjesa e ambienteve të reja të akademisë, dhe kemi dhe antarë shumë të rinj, domethënë. Pra shritur dhe numri atyre që tashmë zgjedhin artet marciale dhe janë bërë pjesë e akademisë të arteve marciale. Mirë, ky është një lajm i mirë. Si u mundsua? Përveç nevojës, dëshirës, edhe pjesë e mundësimit, se besoj ka qenë një investim i madh. Krijimi i palestrës, një ambienti të tillë me gjithë këto parametra. Po. Në fakt vite punë të familjes time, ajo ka qenë mbështetja ime. Pra është një investim krejtësisht yt, ëh? Imi. Pas një lloj mbështetje. Familjar. Nënës, vllajt dhe shumë pak unë. Po pas ke patur mbështetës shumë të rëndësishëm, ëh? Po. Ata e shikojnë, domethënë që ecën si aktivitet dhe sigurisht që më mbështesin. Sa vite u bën tashmë që ti ke hapur akademinë tënde? Që prej themelimit në fillim e kam krijuar që në 2013, nëntor të 2013, si bie 13 vjet. 13 vjet, po. 13 vjet akademi. 13 vjet punë, djersitje, po besoj edhe sukses. Dhe patjetër një nga pikat e suksesit në atë që ti ke arritur të realizosh është edhe kampionati Open Korsha, që është organizuar për 9 vite me radhë. E sjellim pak në vëmendje dhe idenë e krijimit dhe e lindjes së idesë për këtë kampionat që ka patur një histori vërtet shumë të mirë dhe këtë ka treguar pjesëmarrja vit pas viti dhe organizimi, pavarësisht se edhe kjo një sipërmarrje krejtësisht e jotja, me mbështetje të vogla. Ideja, realizimi i kampionateve të mëparshme që kam organizuar ka qenë e imja, domethënë, ku kanë marrë pjesë shumë sportistë. Kemi arritur në fillim 100 sportistë dhe kemi arritur maksimumi që kemi arritur është 250 sportistë pjesëmarrës, por nga Ballkani. Po themi, edhe Europa ka marrë pjesë, po shumë pak, nga Italia. 250 sportistë. 250 sportistë. Po numër shumë i madh për një kampionat. I madh, tani është kthyer në traditë në Korçë. Vitin që kaloi ne nuk e bëm për arsye fondesh, po themi, sepse investove tek palestra dhe normalisht nuk mbeten për të organizuar dhe kampionatin. Edhe na kërkojnë gjithë trajnerët e ekipeve të Ballkanit, sidomos Greqi, Maqedoni. Ka krijuar emër, patjetër, dhe duket si një arenë vërtet për të përballur
në fushën e arteve marciale. Dhe duan ta vizitojnë edhe Korçën. Edhe kjo është. Dhe gjithë trajnerët thonë, na kërkojnë sportistët të vinë në kampionati juaj Open Korça, por është bërë tradit. Duhet në fakt edhe çik mbështetje më shumë nga institucionet lokale. Nga financiare, sepse dihet që problematika kryesore e zhvillimit të këtyre kampionateve me këto përmasa dhe me një numër të madh pjesëmarrësish është pjesa financiare shumë e rëndësishme. Ke bërë përpjekje për të kërkuar mbështetje qoftë nga ana e bashkisë, sepse është e lidhur edhe me zhvillimin e qytetit, një organizimi i këtij kampionati në rang ballkanik apo dhe më gjerë me pjesëmarrës nga Evropa, ose janë ofruar sponsor privat për të ndihmuar në këtë, pra a ka qenë mundësia e një mbështetje financiare deri tani? Deri tani më përpara kemi marrë vetëm sponsor apo të vegjël, modest. Po ashtu edhe bashkia na ka ndihmuar 2 vitet e fundit, vetëm me këto kupa medalje, një gjë shumë e vogël, por me bazë materiale. Na përfilli. Kjo është dhe një mbështetje, por nevojë një mbështetje më e madhe nëse duam që ky kampionat të zhndrohet vërtet në një arenë të mirëfillt. Ai e ka arritur qëllimin me idenë që t'i ke patur, dhe këtë tregon edhe pjesëmarrja e madhe apo dhe interesi i trajnerëve dhe sportistëve për të bërë pjesë. Këtë vit do ta kemi Open Korça? Inshallah duhet ta kemi. Duhet ta kemi që të mos e humbasim të traditë. E humbëm një vit, të mos e humbasim vitet në vazhdim. Sepse vërtet është krijuar një traditë dhe të gjithë sportistët, të gjithë ata që merren me sporte luftarake e njohin këtë kampionat. E thon Korça çdo vit organizon super kampionat. Se e bëjmë të mirë, e bëjmë me shpirt, me pasion, organizimi që zhvillohet është shumë i mirë, me të gjitha kushtet, plus që kam edhe mbështetjen e sportistëve të mi që i kam prej 13 vjetësh, që më mbështesin në këtë aktivitet, që organizojmë kaq të bukur. Është një skuadër e madhe që punon për realizimin e këtij kampionati, dhe sa mirë që ke shumë mbështetës, të paktën nga pjesa morale, por edhe nga pjesa fizike, nga sportistët e tu. Sportistët që më erdhën 5 vjeç tani janë bërë burra që i kam krahë. Dhe kampion. Dhe kjo është gjë e mirë, është pjesa e investimit, pjesa e punës, po edhe pjesa e mënyrës se si ti arrin këta sportistë ti marrësh duke mos ditur asgjë në lidhje me artet marciale dhe më pas ti zhndrosh ata në profesionistë të vërtet. Dhe kjo është shumë e mirë. Mirë, unë uroj që këtë vit të realizohet ky kampionat dhe mundësisht të gjesh edhe burime financiare për ta mbështetur në mënyrë që të kthehet pas të vazhdojë këtë traditë. E ka vazhduar për 9 vjet, pse jo të mos e vazhdojë, duke qenë se tashmë edhe pjesa e Akademisë së Arteve Marciale mori përmasa shumë më të mëdha me palestrën e re, me zërat e rinj dhe me emrat e rinj që janë bërë pjesë e këtyre arteve. Dhe shkojmë në një disiplinë që duke se ka marrë interes të veçantë, dhe këtë tregojnë edhe arritjet e sportistëve që kanë dalë prej saj. Disiplina e boksit. Boksin e kemi futur në vitin 2019. Si të erdhi ideja për ta futur boksin në pjesën e disiplinës? Ideja, unë bëra një 2 vjet pauzë në akademia, shkova në Francë, aty u mora me boksin profesionist, dhe pas kthimit që andej, unë thash pse jo, ne kemi Akademinë e Arteve Marciale, ambientet të përshtatshme dhe futëm dhe disiplinën e boksit, ku pranojmë nga plus 14 vjeç, sportist plus 14 vjeç. Kështu këshillohet me një fjalë nga praktika botërore mbi këtë moshë? Me analizat që unë kam bërë, është më e përshtatshme prej kësaj moshe. Pa kaluar në kjo pikë, meqense ti ke lëvruar taekwondo, kickbox, edhe boks, mes tyre 3 disiplinave, këtë do zgjidhje? Atëherë, do zgjidhni atë që është konsideruar sport i jetës, dhe sport i jetës është taekwondoja ose artet marciale, kurse boksi në sportet luftarake. Pra është më i egër. Është më i egër. Ato janë arte luftarake, kurse boksi është sport luftarak. Është diçka më fort, po themi. Dhe kalojmë tek disiplina e boksit. Si u prit hapja e një hapësire të re për këtë disiplinë në palestër? Shumë mirë, biles këta adoleshentët duan gjëra të forta. Nga kanë energji dhe plus edhe Korça ka traditë në boks, me sa kam lexuar. Po, kemi patur një traditë në boks. Po, edhe po e rikthejmë. Dhe sa mirë, dhe ke patur edhe arritje vërtet shumë të mëdha me sportistët dhe sportistet, sepse kemi patur edhe ke madje dhe vajza që janë bërë pjesë e kësaj disipline dhe kanë dalë edhe kampione. Kampion kombëtar. Si vajza, si djem. Sidomos 2 kam në çfarë grup moshe? Më të dalluarit. 14, 15 vjeç. Kjo është kategoria e tyre, po ashtu e njëjta edhe djali.
Do të kenë një ecuri të mëtejshme si duket nga Bruni që kanë krijuar deri tani. Kanë talent dhe vullnet. Kanë talent dhe vullnet. Dy elementë shumë të rëndësishëm për një sportist. Po. E kanë treguar në ring kur janë futur. Kemi bërë shumë kampionate, sidomos jashtë vendit në Greqi, ku nuk njohin as edhe një humbje, dhe kjo është gjë shumë e mirë. Për ata dy sportistë po flas, se kemi shumë, por ata dy janë më të spiktaturit. Nuk njohin asnjë humbje në gjitha ndeshjet. Asnjë humbje. Kjo tregon një nivel shumë të kënaqshëm. Vajza ka diku në 6 ndeshje, djali ka 5 ndeshje, asnjë të humbur dhe të dy janë kampion kombëtar në boks. Ka interes për disiplinën e boksit nga ana e të rinjve? Ka, biles kur më vinë edhe grumosha më të vogla kërkojnë pjesën e boksit, por unë jo them jo, duhet të kaloni një disiplinë më të lehtë dhe më pas kur të rriteni do vini tek pjesa e boksit. Kjo është më gjetur, besoj. Po, kështu e mendoj, e shikoj edhe të arsyeshme. E ke praktikuar këtë dhe ka patur rezultat, pra në fillim me taekwondo dhe më pas për të kaluar në disiplinë më të ashpër, më të egër si punë e boksit? Artet marciale e kanë shumë të theksuar pjesën e disiplinës një dhe të zhvillojnë shumë shkatësinë. Këto janë dy elementë shumë të rëndësishëm, që besoj pastaj në pjesën e boksit krijojnë një bazë dhe e kanë më të lehtë sportistët për të patur ecurinë në këtë disiplinë. E formojnë një karakteri në sporte disiplina më të lehta luftarake dhe më pas shkojnë ato që janë më të forta, më agresive po themi. Tani që flasim sa është numri i pjesëtarëve në palestrën tënde dhe flasim pak edhe për grup moshat, ku përqendrohet më tepër numri më i madh i të interesuarve, si në disiplinën e taekwondos ashtu dhe atë të boksit. Numrin unë fakt nuk merrem fare me numrin. Unë thjesht një sportist që më vjen aty dhe nuk e di sinqerisht, të më thuash numër eksakt fiks, unë nuk e di. Patjetër. Nuk është pjesë e praktikës së punës tënde. Jo, unë jam vetëm në tapeti, në ringu, në thesat, pjesën këte nuk. Po me sy pjesa më e madhe ose numri më i madh? Numri më i madh është në artin luftarak taekwondo. Në artin marcial. Si grup mosh më të vegjël apo më të vegjël, më së shumti, por në taekwondo kemi një thyje të kësaj, sepse mosha më e madhe është 58 vjeç në taekwondo, sepse taekwondoja është sport i jetës i cili të mëson të luftosh, por nuk të dëmton fare. 58 vjeç. 58 pra, vjeç. Pjesëtari me moshën më të madhe në palestër është 58 vjeç. Dhe mi i vogli 4 vjeç. Janë shumë të vegjël 4 vjeç. Kjo tregon edhe hapësirën, pra është një sport që është sport i masës apo sport i jetës, siç quhen ndryshe, pikërisht për ato element që ndikojnë në organizmin e njeriu në çfarëdo lloj grup moshe, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Shumë e vërtetë. Për sa i përket boksit kemi nga mosha 14 vjeç dhe mi i rrituri që për momentin ka bërë një pauzë, është 28 vjeç, i cili bën ndeshje profesionale në boks. Kurse mosha më dominante 14 deri në 21 vjeç. Janë në klasat e boksit, po themi. Po. Dhe sigurisht pjesëmarrja më e madhe i përfshin taekwondo. Taekwondoja ajo është baza e akademisë, por është edhe një sport që mund ta bëj dhe një 70 vjeçar, mund ta bëj edhe një 4 vjeçar. Kurse boksi jo të gjithë mund ta bëjnë. Po, vetë nga mënyra e praktikimit të tij nuk mund ta. Po kërkon një fizik më të stërvitur, patjetër, pjesë e shkatësisë, pjesë e forcës, pra ka disa elementë që kushtëzojnë në pjesën e grup moshës që mund të merret me boksin. Dhe e mbyllim me ty si sportist. Ti deri ku je me pjesën e stërvitjes ke arritur shumë suksese ti nga personalisht. Atëherë, unë kam filluar në Janinje në Greqi. Aty kam dalë, edhe kam humbur, edhe kam dalë kampion. Më pas kur erdha në Shqipëri, pasi themelova Akademinë Arteve Marciale në 2013, në 2014 u bë konkursi për të zgjedhur kombëtaren e taekwondos. Në maj të 2014 unë aty konkurova dhe ku bëra pjesë e kombëtares shqiptare të taekwondos. Deri në 2016 kam qenë pjesë e kombëtares shqiptare të taekwondos, ku e përfaqësonim taekwondon shqiptare dhe jashtë kufijve, më së shumti në pjesën e Greqisë dhe Italisë. Këto janë vende që unë personalisht kam përfaqësuar
Shqipërinë, Shqipërinë, si pjesë e kombëtares. si pjesë e kombëtares në disiplinën e taekwondos, po themi. Aty dhe më vonë pas e kam marrë pjesë në kampionatet kombëtar, kampion kombëtar kam qenë, i Kupës së Republikës, dhe më pas ikjes ime në Francë, aty bëra një pauzë, që pastaj u mora vetëm me pjesën e boksit. Po gjatë kohës që isha dhe në taekwondo, praktikoja dhe kam qenë dhe sportist, domethënë, i shumë kampionateve në pjesën e kickboksit, në disiplinën e kickboksit. Ndërkohë që tani aktualisht Tani kam bërë pauzë, tani po trajnoj. Nga jeta e ringut, por në stërvitjen po e vazhdon. Patjetër e vazhdoj me ritme të forta, sepse disiplina e taekwondos kërkon të stërvitesh gjithmonë një sportist. Pra është një zinxhir, nuk mund ta ndërpresësh. Unë tani po përgatitem për të marrë ripin e 4 të zi, që quhet 4 dan. Dhe ku do ja provim në praktik, në ushtrime imagjinare, në 2 luftim real, dhe më duhet shumë punë sepse këtë druri me pak fjalë kur rritesh. Kur mund ta realizosh këtë? Edhe sa punë të duhet për ta marrë këtë rip të 4 të zi? Ne na njofton Federata Botërore, kush është i përgatitur, bëjmë edhe seminare ekstra me shpenzimet tona, të gjitha këto, që ne kur dalim para jurisë, sepse juria është me gradat më të larta. Ata që kanë 8 breza zi ose 9 breza zi. Dhe ne dalim para një jurie shumë profesionale. Dhe aty nuk ka lëshim. Nëse bën diçka gabim, heja përsërit e mos të dhej, përsërit e erës tjetër. Dhe na duhet shumë punë për të arritur dhe unë të marr 4 danshin. Sepse në momentin që do marr 4 danshin, unë do pres 5 vjet të marr të 5-in. 6 vjet të marr të 6-in. Këto janë ato rregullat e taekwondo's. Kjo që nga praktika, Praktika e për çdo rip që ti kërkon të duhet të presësh shkollën. Të shtosh brezit tënd. Të presësh shkollën, do kohën e saj, çdo gjë. Pse kaq kohë nevojitet pra një 5 vjeçar për të ndryshuar një rip, për të marrë një rip. Pra nga i 4-ti të kalosh tek i 5-ti i zi? Duhen 5 vjet. Nga i 6-ti që të marrësh brezin e zi, 6 dan duhet të presësh 6 vjet. Punë, praktik, duhet të bësh aktivitete, ka ato rregullat e këta që kanë marrë 9 breza, sa kanë punuar ata? Gjithë jetën, pastaj është konsiderohet sporti i jetës. Dhe çdo sepse ushtrohesh gjithmonë. Gjithmonë dhe janë ushtrime specifike. Të 6 danshit janë ushtrime që s'kan lidhje me një danshin apo 8 danshin. Pra me një brez më përpara, është një kapitull më vete, janë libra më vete. Prandaj edhe nevojitet kaq kohë për të arritur në një brez tjetër. Ke ndonjë afat kohor kur është përcaktuar si datë apo kjo është diçka që në tetorin që vjen datën tonë për vitin 2026, pastaj datën e cakton Federata Botërore, jo ne. E cakton Federata Botërore dhe fton brezat që duan të testohen, domethënë instruktorët po them. Kush është gati, shkon paraqitet edhe je provim. Edhe le të ketë suksese. Le të ketë suksese. E mirë, edhe unë të uroj suksese në këtë sipërmarrjen tënde të re, sepse besoj është një objektiv që të gjithë sportistët që merren me artet marciale e kanë në karrierën e tyre sportive. Por është një karrierë që ke përballë vetes, më tepër se sa përballë, besoj është një sfidë me veten se sa me pjesën e asaj sa përfaqëson një rip apo 2 apo 3 apo 4 apo 5. Shumë e drejtë. Ato janë ca standarde që ka vendosur Federata Botërore, po besoj se si sportist ky është një element që gjithkush kërkon ta përmbushë si objektiv. Shumë e drejtë. Dhe unë të uroj shumë suksese në këtë sipërmarrjen tënde personale si sportist. Të uroj suksese edhe me akademinë, me gjithë sportistët dhe urojmë që këtë vit Open Korsha të kthehet në një vit jubile, do të jetë edicioni 10 i këtij kampionati dhe do të jetë një gjë e bukur edhe për ty si organizator, edhe për gjithë ata që do të jenë pjesë e këtij kampionati. Inshallah, realizohen të gjitha. Shumë suksese. Të falenderoj edhe në emër të gjithë atyre që janë shoqërinë e tuaj mirëmëngjesit. Ishte Dorian Potka, përfaqësuesi i arteve marciale në qarkun e Korçës. Folëm gjatë, megjithëse ka dhe shumë për të thënë për këtë akademi dhe atë që ka arritur të përfaqësojë ajo që për hapjes saj që në vitin 2013.